nuk dua t'i shaj, dhe nuk du të bëm kritik ndaj formateve të tilla, por janë larguar pak nga ajo zanafilla e tyre kryesore ekzistencës. Nuk janë sikur më parë, për të kaluar një sfidë, por tani është diçka shumë... Dhe ti tani kur sheh një reality, e më njëherë kupton cila është personazhi që është duke u ngritur, kush po themi ka një lloj mbështetje nga produksioni, kush nuk e ka, kupton pak a shumë qëndrimet e opinionistëve. Dhe thënë kjo e ka humbur atë magjin për mendimin tim, sepse edhe njerëzit, mos harrojmë sofistikohen, shikuesit, janë më të kultivuar. Njerëzit tani e kuptojnë se çfarë mekanizma është përdor televizioni për t'i manipuluar, se kjo është një proces që unë kam qenë pjesë edhe një filmi, Kazerma. E kam parë. Producent Torian Hyskon, i cili trajtonte pikërisht mënyrën se si reality të funksionojnë dhe mira njerëz që kanë parë kinema dilin nga kinemaja të shokuar, sepse ti mund ta dish diçka se si fund, por kur e sheh apo kur e sheh të portretizuar në film, sigurisht që të impresionon. Unë them këtë, secili është aty ku duhet jetë në momentin dhe kohën e duhur. E pranoj para teje si kolege që media të jep aq sa duhet të t'japi, në momentet e caktuara, nuk t'i jep, ka zhgënjime, ka lodhje. Jo të gjithë janë aty ku duhet jenë, unë e kam bërë këtë paqe me vetën. Ka njerëz të mbi vlerësuar dhe ka të tjerë që janë do ketë gjithmonë, është diçka që nuk e shmangim dot. Do ketë gjithmonë, po është e rëndësishme që tani në rrjetet sociale pak a shumë ata që na duan. Ka ëmbëlsira ti keni vetëm për zbukurim apo? Jo, janë për ty, nëse do, shlirë mendesh me marr. Meqense i ke kafën pa sheqer, ëmbëlsoje vetëm pak me. Po ma bëjmë në sy këto ëmbëlsirat, nuk e di. Se ta jap një piron nëse don. Do ta bëjmë? Po. Dëgjoj, po e prishim dietën sot. Po s'ke ardhë në Prishtinë, vlla. Qa thuti, akoma thuj? Ja, po sa të mira duken. Okej. Duken shumë të mira. Mora një piron pak. Po juve këtyre lokumave, si thoni, lokuma? Apo lokuma e thoni diçka tjetër? Lokuma, po. Na i kemi lokumat e ëmbël që janë këta, po i kemi edhe lokumat e mëngjesit. Mëngjesit, e di, prandaj të pyeta, faleminderit. Kështu që do t'i provoj pak se dash kam diçka të ëmbël. Faleminderit. Pas keni kru tamam? Unë tamam po pajtohem gjithçka që po e thu, sepse shpesh ndeshem edhe me kolegë edhe mendojnë që jam e vetmja, ndoshta ndër të vetmet në Kosovë që mendoj kështu, edhe kam konfrontime her pas here, se më duket vetja pastaj që jam shumë antike që tha edhe ti, që nga koha e lashtë, por që se si është e rëndësishme që të mbetemi këta që jemi. Unë them këtë, në një farë pjekurie, duhet jesh